hapësirë si ky i Ramadurës. Bashkimi ynë sot po trondit në themel çdo mur që narko regjimi ka ngritur përballë jush. Po trondit çdo narkopolic, çdo patronazhist, çdo strukturë kriminale që Edi Rama ka krijuar për të mbrojtur nga revolta dhe zemërimi juaj. Ky regjim i mbaruar nuk ka më asnjë shpresë t'i mbjetoj orteku të popullit që ka vendosur t'i jetoj i lirë. Sot, vendimi ynë është i qartë dhe i pat diskutueshëm. Mirëqenie dhe jo varfëri, dignitet dhe jo sklavëri, komp dhe jo shkomtarizim, avdekje a liri, ky është misioni ynë. Kjo është e vetmja rrugë për shpëtimin dhe për lirinë e Shqipërisë. Loti i çdo nëne që Edi Rama me agjendën antikombëtare të shpopullimit ja dëboi djalin dhe vajzën në emigrim është sot borxhi ynë. Sakrifica e përditshme e çdo prindi që lufton çdo ditë për bukën e gojës së familjes së tij është sot detyrimi ynë. Vuajtja e çdo të sëmuri me tumor në onkologjik që lufton me jetën për mungesën e ilaçeve është thirrje për drejtësi. Poshtërimi i çdo pensionisti, prindi dhe gjyshi ton që nuk shtyn dot muajin me pensionin mizerabël na detyron sot të reagojmë fuqishëm të gjithë, mundi dhe djersa e çdo fermeri që hedh produktet e veta në kanal dhe që sheh se si Edi Rama i vjedh edhe ndihmat e Bashkimit Evropian, na detyron sot një reagim. Prodhuesit Made in Albania që nuk gjen treg për prodhimet e tyre, sepse importuesit klientelist e kanë shkatruar tregun, u detyrohemi sot një përgjigje për pyetjen e drejtë edhe sa duhet t'i durojmë këta bandit. Të rinjt që bëjnë 2-3 punë dhe nuk blen dot sot një shtëpi, por që shohin Belinda Ballukun me 300 apartamente, meritojnë një rrugëzidhje nga ne. Tirana, Vlora, por edhe të gjithë qytetet dhe fshatrat që ende thahen për ujë të pishëm, ndërkohë që kreu i organizatës Lag Gurmazin me verë 33.000 euro shishja i kanë sot syt nga ne. Kur nuk mund të pranojmë që nevoja e Edi Ramës për të pirë drogë të elmoj nga droga të gjithë fëmijët e shqiptarve. Ky regjim që ruan Edi Ramën dhe qetën e tij të kusarve me qindra bodyguard, por që nuk ka një polic për të ruajtur sigurinë e fëmijëve tanë në shkolla që theren me thika dhe humbin jetën, nuk do ta lejojmë më as një minutë më shumë të qëndroj në pushtet. Durrësi, Shkodra, Lezhë, Gjirokastra dhe çdo zonë e përmbytur nga korrupsioni në javët e fundit duhet ta dinë mirë se kjo dagë gjigande e këtij reagimi popullor do ta përmbyt një herë për gjithmonë këtë regjim kalpësir. Se nga flakët që Edi Rama ndezi për të djegur pasuritë e biznesmenëve të ndershëm te 5 maj, për të ndërtuar kulla, krimi dhe droge, do të përvëlohet vetë. Shqipëria jonë nuk mund të jetë kurrë narkoshtet, as pronë e krimit organizuar, as plaçk e një grushti oligarkës dhe as plaçk e mafjes ndërkombëtare. Kur nuk do të lejojmë që Shqipëria të kthehet në një Soros Land dhe as të pranojmë që toka e shqiponjave të kthehet në fermë për internacionalen e surrogasisë. Ne nuk kërkojmë hakmarrje. Ne kërkojmë liri, kërkojmë demokraci, kërkojmë shtet ligjor dhe drejtësi të barabartë për të gjithë. Ky regjim që mbron interesat mafioze të pakicës, që i ka harruar, i ka braktisur dhe i dhunon çdo ditë qytetarët, nuk mund të përfaqësojmë më Republikën e Shqipërisë. Ne do t'u akthejmë Shqipërinë shqiptarëve. Republika e Shqipërisë duhet t'i rikthehet sovranit dhe ligjit.
dhe kur nuk do të jetë më në duart e një krye banditi dhe një grupi të strukturuar kriminal qeveritar që vjedh shtetin, vjedh taksat dhe ka grabitur të ardhmen tonë. Sakrificat dhe vuajtjet tuaja këto 13 vite kërkojnë shpagim. Por drejtësia e re u kthye në armën dhe patericën e Ramaduros për ta mbrojtur atë nga ndëshkimi ligjor për korrupsionin dhe krimet e tij, duke ndëshkuar qytetarët e thjeshtë dhe duke ju avështirësuar më shumë jetesën. Shumë prokuror dhe gjyqtar janë kthyer sot në kamikaz politik të Edi Ramës. Sot jemi vetmi vend antar i NATO-s me të burgosur politik që rëmbeu në mënyrë mafioze Ilir Metën dhe e mban sot të burgosur politik që izoloi për 333 ditë profesor doktor Sali Berishën, që rëmben jo vetëm drejtues të opozitës, por edhe qytetar dhe biznesmen të ndershëm, si shfaktoi afera familjare e Akshit e Edi Ramës. Fuqia jonë nuk qëndron të dhuna, por të vendimi ynë i pakthyeshëm për të jetuar përgjithmonë të lirë, të sigurt dhe me dignitet në atë dheun tonë. Unë sot por ule me mirënjohje për sakrificat dhe qëndresën e gjithë secilit prej jush. Por kjo nuk mjafton. Ne, opozita, duhet t'i pri me çdo sakrificë guximit tuaj, ta kthejmë lirinë në misionin ton kombëtar, të shembim çdo mur të hajdutërisë dhe krimit të organizuar, të shkrirë njësh me shtetin, të shembim ligjin antifamilje, të lartësojmë figurën e nënës dhe babait dhe të mbrojmë vatrat tona familjare nga ky sekt mafios, pa fe dhe pa dhe. T'i kthejmë popullit çdo qindark dhe pasuri të grabitur nga organizata kriminale dhe kryetari i saj. Të rikthejmë votën e lirë dhe të mbrojmë si sytë e ballit demokracinë në themelet e së cilët është gjaku dhe sakrificat më sublime të shqiptarëve që dhanë jetën në përballje me diktaturën. Ta shkërmoqim dhe ta shkulim nga rënjët këtë regjim të kalbur narko-mafios dhe të ndërtojmë një Shqipëri të drejtë, të dhemshur, që mendon, kujdeset dhe që u shërbem të gjithë shqiptarëve, ku drejtësia dhe mundësit të jenë të barabarta për çdo qytetar. Ky është shteti dhe Republika që meritoni ju, Republika e shqiptarëve të ndershëm që jetojnë me djersën e ballit. Nuk do të lejojmë kurrë që kjo Republikë të kthehet në narko-republikën e Edi Ramës. Për lirinë ja vlen çdo sakrificë. Ja vdekje, ja liri, fitore, Zoti ju bekoft ju, Zoti bekoft familjet tuaja, Zoti e bekoft Shqipërinë. Fitore, fitore, fitore.